Hej, përshëndetje. Sot kam dëshirë të trajtoj një temë tjetër në lidhje me përsëri me emocionet që janë në frekuencë të ulët dhe që nuk që pengojnë energjinë e forcës tonë të jetës për të aktivizuar, për të shprehur potencialin tonë. Dhe ajo që unë gjithmonë këshilloj është që duhet të qëndrojmë gjithmonë në frekuenca të larta. Por të gjithë kanë dëshirë të qëndrojnë në frekuenca të larta, në emocione si dashuria, lumturia, paqja, qetësia, gëzimi, harmonia. Por gjatë rrugës gjejnë shpesh pengesa, bllokada, edhe nëse këto bllokada nuk çlirohen nga trupi, sepse trupi është një software, një kompjuter ku ka regjistruar aq shumë informacione sa duhet pastruar komplet. Edhe që ta pastrojmë pjesë, but, avash, duhet të punojmë me disa teknika, por një nga ato teknikat është e para që duhet të integrojmë emocionet e larta, por edhe njëkohësisht të njohim burimin e tyre, jo burimin, por të njohim emocionet e ulta, sepse të njohim emocionet është ajo që dua të them. Dhe ajo temë që unë kam zgjedhur të ndaj është pikërisht ose më saktë tensioni që ndodhet në stomak. Pra, kur merr frymë, por nuk zbret poshtë, kur ti ndjen që diçka këtu të mban të bllokuar brenda, edhe mendon se është diçka fizike, por në shumicën e rasteve kjo lidhet me emocionet që ne mbajmë të shtypura për një kohë shumë të gjatë. Që nga momenti që ne vendosim të vinë këtu në këtë tokë, që dalim nga barku i mrekullueshëm i nënës, që kur fillojmë të marrim frymë vetëm, që në ato moment fillojnë dhe integrohen emocionet në mënyrë të pavullnetshme, por edhe në mënyrë të pavetdijshme për prindërit tanë, apo për të gjithë sistemet, integrohen pjesë pal në trupin tonë. Edhe shpesh këto pastaj bëjmë pjesë e jetës e trupit tënd. Trupi dhe mendja janë komplet të kundërta. Mund të pastrosh mendjen, mund të merresh me vetdije, por trupi ka pjesën e saj. Gjithmonë punohet ndryshe. Janë dy komplet të ndryshme. Por shumë shpejt, shumë raste, kjo lidhet me emocionet që ne mbajmë të shtypura. Dhe emocionet që zgjodha të flas janë pikërisht ato që ndodhen në zonën këtu të stomakut, pra pjesa sipër kërcizës edhe afër me pashkuar e zemrës e mushkëria, ku është zora e hollë, zora e trash, ku është pankreasi, janë gjëndrat mbiveshkore, është stomaku, është mëlçia, tëndsi. Këto këtu mbajnë kryesisht emocionet si inati, zemërimi, mungesa e vetvlerësimit, pra nuk e fuqi të bësh gjëra, nuk e energji ndihesh si i lodhur, nuk e vetbesim, kërkon gjithmonë aprovimin e të tjerëve për të marrë një vendim, qoftë për të blerë një bluze, sepse nuk shpirti yt është, pra trupi yt është i bllokuar dhe të duhet një aprovim nga jashtë, apo për një bisedë, apo për një trishtim, apo për një çështje që të ka ndodhur në jetë. Në të shkuarën, edhe unë kam qenë këtu, te ky person. Sot e kam kaluar këtë pjesë. Sot nuk të pres më aprovim nga jashtë, por e gjej përgjigjen brenda vetes time. Pra më orienton vetja ime më e lartë. Dhe kjo është një nga arritjet më të mrekullueshme në jetën time që më ka ndodhur, pra të krijoj një vete të re, pra që mos të pres asnjë aprovim për gjërat që unë dua të bëj në jetë. Pra nuk pyes më, pra i pari përgjigje vjen nga trupi im, dhe më pas mund të konsultohem me pjesëtarët e mi të familjes,
sepse kam zgjedhur të jetoj me ta për efekt të dashurisë dhe më pëlqen të kem familje, jam person familjar, e dua familjen time shumë dhe familja ime më do shumë, edhe kemi një bashkëbisedim shumë harmonik me njëri tjetrin. Edhe sepse gjithë ky rrugtim na ka ndihmuar që të ndërtojmë një shtëpi të re, edhe me emocione të bukura, edhe sa kur zgjohemi në mëngjes kemi një formulë të tre së bashku që Samueli jon i famshëm, djali im është sandwich, dhe ne bëjmë sandwich dhe bëjmë sandwichin e mëngjesit dhe aty argëtohemi, pastaj qëndrojmë çdo mëngjes, zgjohemi dhe flem me emocione të larta, që të bëjmë një gjumë të qetë dhe të thellë. Dhe motivi i jetës time është gjithmonë çfarë do lloj gjëje që të ofron jeta, ajo është një proces për të ringritur. Pra, ta pranosh me dashuri, mos të bëhesh pjesë e asaj dhimbje dhe të zbresësh poshtë, por të ngrihesh lart, sepse aty është proces transformimi. Dhe ndoshta është misioni im, potenciali im, unë të paktën e kam kuptuar, ky është potenciali im dhe jam shumë në harmoni me veten time, dhe çdo dhimbje që mund të vi apo sfidë që mund të vi në jetë, nuk e lejoj të më udhëheq, por e pranoj me shumë dashuri dhe e përdor që të ngrihem lart për të transformuar. Sepse emocionet e larta janë ato që ma bëjnë jetën më të lehtë, ndërsa emocionet e ulta janë ato që jo vetëm mund të mërzis veten time, por edhe pjesëtarët e mi të familjes. Dhe unë qëndroj në emocionet të larta. Kjo është objektivi im numër 1. Jo se i gjykoj dhe një herë emocionet e ulta, por nuk i rivizitoj, nuk i kthehem më mbas, absolutisht. I thras vetëm, edhe kur vini, i them faleminderit që erdhët, ju jam shumë mirënjohës, më tregoni mesazhin përse keni ardhur tek unë, edhe çfarë duhet të shëroj dhe të çliroj unë nga trupi im, cili është mesazhi që unë duhet të çliroj dhe të shëroj nga trupi im, kush është mesazhi. Pra e përdor si një proces transformimi dhe unë ngrihem akoma më shumë dhe energjia brenda trupit tim qarkullon më lirshëm dhe unë jo vetëm që qarkullon më lirshëm edhe, por unë filloj dhe të krijoj akoma më shumë dhe besoj më shumë tek vetja ime. Atëherë le të ndalem tek emocionet e qendrës, pra e stomak, pra kjo quhet nga ana e spiritualitetit. Mua më pëlqen shumë shkenca, e kam thënë dhe njerë jam biokimiste, më pëlqen jashtëzakonisht shkenca dhe shkenca e ka përqafuar këto lloj teknikash të zhvillimit personal, por le ta quajmë pak a shumë edhe sepse është vërtetuar dhe nga ana shkencore që ne jemi energji, pra 96% e trupit tonë është energji dhe ajo 4% që thuhet që është materie, 99.9% është energji dhe ajo 4% që është materie, 99.9% është energji. Pra ne jemi energji, nuk jemi materie, syri jonë e bën materie. Dhe ndaj unë kam përqafuar këtë, pra ne jemi krijuar fal një force shumë të madhe, universit, krijuesit tanë, dhe unë besoj që ekziston dhe e pranoj dhe besoj dhe shkenca ka arritur ta vërtetoj këtë gjë. Kështu që qendra jone e tretë, le të ndalemi, është ka të bëjë pikërisht me fuqinë personale, vetvlerësimin, vendimarrjen dhe aftësinë për të vendosur kufi. Është pikërisht ky vendi ku ne ndjejmë unë jam. Por le ta shikojmë pak këtë temë, pra le ta shikojmë pak këtë qendër, çfarë ndodh, çfarë e bllokon këtë qendër. Cilat janë ato emocione që e bllokojnë këtë qendër, që kjo mos të funksionojë në harmoni. Pra që gjendemi shpesh themi hormoni insulinës, mëlçia nuk funksionon shumë mirë, kam probleme me stomakun, aparati tretës nuk funksionon shumë mirë, kam probleme me intolerancën ushqimore, të gjitha këto gjërat e tjera. Kam probleme me shumë gjëra që mund të ketë aty në qendrën e tretë, dhe kam pikërisht në këto organe. Atëherë, një nga emocionet më kryesore që e bllokon këtë zonë është zemërimi i shtypur. Nëse ti zemërohesh në një X mosh, për shembull nga 1 deri në 0 deri në 7 vjeç, dhe ti vazhdon të jetosh në një familje kur zemërimi është shumë i madh, pra zgjedh të zemërohesh,
Pra kur ty nuk të plotësohet një dëshirë dhe ti zgjedh të zemërohesh, ky emocion do të shoqëroj deri ditën e fundit që vi vendos të jesh në këtë planet. Dhe deri ditën që ti duhet, ose më saktë ti e kupton që ky emocion është zemërimi dhe ky po të pengon. Ky është shkaktari më i madh i problematikave në këtë qendër, në këto organe që përmenda më sipër. Zemërimi i shtypur. Kur ti vazhdon dhe dhe ty jeta do të ballafaqoj me këtë emocion, me ngjarje njëra pas tjetër derisa ti ta përqafosh këtë emocion. Derisa ti dhe të thuash, ore po, nuk është problem personi përballë. Po çfarë po më tregon mua kjo ngjarje? Cila është ngjarja? Çfarë ngjarje fshihet? Çfarë po më tregon? Mos vallë po zemërohem unë më shumë se ç'duhet? Pra njerëzit e tjerë rreth e qark meje janë okay. Atëherë që nga zemërimi im, ky po pengon jetën time. Sepse ti kur zemërohesh, bie në frekuencë. Ti nuk e fuqi as të dalësh, nuk e fuqi as të bësh udhëtime, nuk e fuqi as të krijosh mundësi të reja, nuk e fuqi as të ndryshosh të mbash një dietë. Vazhdon të hash në rutinën tënde, nuk e fuqi as të bësh detox, nuk e fuqi as të bësh palestër, nuk e fuqi as të flasësh, pra bën selektim të njerëzve, sepse je dhe gjykues pastaj. Pra je i zhveshur nga fuqia. Dhe je një person totalisht gjykues, inatçor, zemërues, të tëra. Jo se dua të gjykoj ty, por çfarë bën emocioni në trupin tënd. Kjo është, sepse unë nuk gjykoj asnjë person. Unë them janë emocionet. Unë them gjithmonë, edhe nëse një person nuk sillet në harmoni me ato çka unë jam, gjë nuk më ndodh. Unë them gjithmonë, ai person është i lënduar. Nuk është ai personi vetja e vërtet, sepse ai nuk është njohur me atë emocion. Ai ende nuk është njohur. Kështu që ky emocion nëse mbahet brenda, do ndjesh padrejtësinë tënde. Do japësh shumë dhe nuk do marrësh, do bësh më shumë se ç'duhet. Nuk do të thuash dot jo. Do sakrifikosh më shumë veten se ke frikë se mos humbet të tjerët. Dhe zemërimi nuk zhduket, ai grumbullohet, aty te neuronet, bëhen palpal, bëhet kështu një mishmash. Dhe shumë shpesh e ndërrohet pastaj një mlef, inat, irritim të brendshëm, ose lodhje, siç e tham, të thellë emocionale. Kur vjen zemërimi dhe me gjithë të tjera, vjen dhe trishtimi, je dhe i trishtuar me jetën. Vjen sepse ti nuk shikohesh më. Ti ke parë të tjerët, gjithë energjinë tënde ua ke dhënë të tjerëve. Ata nuk e kanë kthyer ty, sepse është zemërimi që e pengon, je ti që e pengon. Jo se ata nuk duan, por je ti ai emocion zemërimi, sepse është bashkuar me këto të tjerë dhe lind trishtimi dhe ti ndihesh i vetmuar. Pse jam unë i vetmuar? Po çfarë zemërimin që mos jesh i vetmuar? Kështu që ndihesh i padashur, ndihesh i padashur pra në ambientet ku ti rrethohesh. Pra ndjen që nuk ke vlerë. Vlera jote varet në ato momente kur ke këto emocione të shtypura nga mjedisi i jashtëm. Kur vlera më e madhe është brenda teje. Dhe asnjë nuk ka të drejtë ta prishi vlerën tënde. As ti vet, as mjedisi i jashtëm, as buri, as çuni, as fëmijët, as prindrit, asnjë. Vlera jote është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër në këtë botë. Ajo ka shumë rëndësi, sepse kur ti respekton vlerën, ti ke forcë dhe dashuri për të respektuar të gjithë njerëzit rreth e qark teje. Të gjithë njerëzit. Dhe do ndihmosh me energjinë tënde, do kontribosh në zhvillimin dhe rritjen graduale të tyre. Sepse emocionet e tyre të ulta, duke qenë se ti ke shëruar, çliruar, do t'ja induktosh në mënyrën më të butë. Do t'i thuash, zemër,
kjo që sa po bëre, ta shikojmë pak me dashuri, ta shikojmë pak, ke dëshirë? E ja këtu, edhe fillon, ja shpjegon, edhe ai e pranon. Ta zbusim pak me një afirmim, edhe ai e pranon. Edhe pak, fillon edhe raporti bëhet më i bukur. Ky është Chelsea. Pra, kur ti vendos dhe lejon, e pranon, e praktikon, e ushtron dhe e beson, ti ndryshon, dhe mjedisi rreth e tërë teje ndryshon në frekuencën totale. Edhe kështu. Atëherë kam studiuar shumë gjatë këtyre 3 viteve pak në lidhje edhe me traumën. Pra, studimet flasën, shumë studime në fushën e traumës tregojnë se trupi nuk harron, siç e përmenda më sipër, trupi dhe mendja janë të ndryshme. Emocionet e shtypura asnjëherë nuk zhduken. Ku ruhen ata? Në trup dhe në sistemin nervor. Dhe zona ku ato grumbullohen, flasim për emocionet zemërimi, po i navi trishtimit këta, diafragma, stomakut, këtu. Se është muskuli kryesor i frymëmarrjes. Kur mbajmë tension emocional për një kohë të gjatë, diafragma kontraktohet. Dhe ti nuk e fuqi as të bësh frymëmarrje, e ke frymëmarrjen shumë të cekët. Nuk bën frymëmarrje të thellë. Ke një presion në stomak, ke një ndjesi bllokimi në bark. Edhe zorët fillojnë të kërcasin, apo mëlçia nuk funksionon mirë. Pra, e parë në aspektin e spiritualitetit, që është bllokimi i qendrës së tretë thuhet. Por është shumë e rëndësishme, e përmenda edhe më sipër, emocionet e ulta nuk janë armiku janë. Absolutisht, që të zemërimi nuk është armiku janë. Absolutisht. Ai është sinjal. Ai na tregon, ai ka ardhur dhe ti thua, ore, atë që përmenda më sipër, çfarë po më tregon mua ky? Pra ai është një sinjal që tregon çka ka ndodhur me trupin tim, ku kam gabuar unë, e kupton? Nuk thua ç'ma bëri ai kështu. Unë një herë kërkova një nder të më çonte për shembull një porosi, ai s'ma bëri, ja tregoj sa herë ja kam bërë unë aty nderin, ai asnjëherë mua. E ke parasysh gjëra të tilla, mora më banale se ka plotë në marrëdhënie kur je në marrëdhënie pune, e kupton, janë dhe më të thella. Me inat pastaj në heshtje ti vepron, e ke parasysh nuk ja provon një gjë, lëri përi. Edhe le ta marrim pak shumë në nivele më poshtë. Atëherë ky është sinjal tam. Pra ky po të tregon se çfarë po gabon ti në trupin tënd. Nuk ka të bëjë fare me personin jashtë. Ai erdhi, ti do t'i thuash o zemra, faleminderit që solle, shok, që çfarë do lloj të jetë. Faleminderit që ma solle, se nuk e kisha kuptuar, po veproja në mënyrë kështu mekanike. Më janë shkelur kufit. Nevojat e mia janë injoruar, pra nevojat tua janë injoruar, të janë shkelur kufit. Apo ke dhënë më shumë se ç'duhet, se ndonjëherë japim më shumë se ç'duhet, se kupton, japim po nuk marrim. Mua në fakt më ndodh e kundërta, unë sa më shumë jap, më shumë marr. Edhe e kam shumë të mirë, miqtë e mirë. Edhe trishtimi, pra nuk është dobësi. Ç'a tregon ai? Që kemi nevojë për lidhje, për dashuri, për pranim. Kur fillojmë të shtypim këto emocione, ne në fakt po shtypim një pjesë të vetes sonë. Kjo është arsyeja që ndjehemi pa energji, pa drejtim dhe të bllokuar në jetën. Pra ndihesh i bllokuar në jetën tënde. Sepse energjia është bllokuar, nuk qarkullon. Aty është forca më e madhe. Pra, forca, energjia, letimi, energjia mashkullore, se energjia mashkullore është më e fortë se energjia femërore. Energjia femërore është shumë e butë. Shumë e butë. Energjia mashkullore është fortë, nuk mund të ngresh ti 200 kg shtang, është e pamundur, unë nuk mundem. Shkoj bëj palestër sa të dua, profesori thotë ti ke fuqi, unë i them jo, nuk mundem. Kaq që kam fuqinë time, nuk mundem më shumë, nuk mund të torturoj trupin tim. Bëj aq sa ndjej. Edhe ai është energji mashkullore, ne jemi energji femërore, ndaj jemi bërë bashkë dhe bëhemi të plot një. Ndaj jemi krijuar. Dhe
Atë që nuk dhe përdore këtë energji maskullore, pra ta aktivizojmë se të gjithë kemi energji maskullore, edhe femrat kanë energji maskullore, edhe meshkujt kanë energji femërore. Po ta vim në punë kur na duhet kjo energji maskullore, kur na duhet, qoftë për një vendim, qoftë për të planuar këtë emocionet e ulta, përveçse gjërat të tjera. Pra me pak fjalë le ta themi kështu. Vjen emocioni i ullët, zemërimi, treshtimi i nati. Nuk e gjykojmë, e pranojmë, e ndjejmë zemërimin, trishtimin. E ndjejmë, e lejojmë ta ndjejmë në cilën pjesë të trupit, në cilë vend të dorën këto. E ndjejmë. Dhe pastaj fillojmë bëjmë frimarje. Jo frimarje të fortë, absolutisht as agresive, por një frimarje të lehtë për ta relaksuar, për ta qetësuar. Dhe fokusojmë te barku, e lejojmë të ndjekim frimarjen, kur hyn dhe del dhe fokusojmë pikërisht tek ajo zona ku ndihet ajo blokadë. Dhe nxjerrim ajrin më gjatë se sa e marrim, pra fusim më pak dhe nxjerrim më gjatë, fusim 4 sekonda, nxjerrim 6 sekonda, ose fusim 4, nxjerrim 8, fusim 6, nxjerrim 8, pra frymëzirja është gjithmonë më e gjatë. Dhe kjo ndihmon diafragmën tonë të relaksohet dhe çlirojmë butësisht tensionin tonë. Dhe hapi tjetër që duhet të bëjmë është që duhet të përdorim emocionet ka nevojë të dalin përmes fjalës, pa i gjykuar, përmes shkrimit, përmes lëvizjes, përmes kërcimit, përmes fiskulturës, përmes meditimit, përmes krijimit, përmes praktikimit të teknikave të frymarrjes. Përmes meditimit dhe teknikave të frymarrjes. Ky është vendi ku unë gjej paqen time me veten. Dhe nuk është e nevojshme t'i mbajmë brenda. Jo të marrim një person edhe ta ankojmë, po ndiva këtë zemërimin, po mund ta bësh me një mentor. Për të këshilluar dhe të ndihmon që ta çlirosh më shpejt. Edhe ti të shkosh më shpejt të jetosh në harmoni. Unë kam pasur mentor në jetën time. Edhe të shumë të huaj, edhe të huaj dhe shqiptar kam pasur. Por puna më e madhe është brenda vetes tënde, ti pranon brenda vetes tënde, pra është disiplina jote e brendshme. Jetia ajo që mentori të instrukton, pra e kam thënë gjithmonë, është harta që të tregon rrugën. Fuqia është brenda teje, por të duhet, sepse kur jene emocione të ulta dhe ti nuk e njeh gjithë këtë strukturë, ti mund të biesh akoma më shumë poshtë. Dhe një mentor të ndihmon që të dalësh më shpejt. Dhe mos sepse sa më shumë të qëndrosh me këto emocion të ulët, të bëhet pastaj zakon. Ideja është që të qëndrosh në emocion, pra të marrësh një mentor, të ta zbutë dhe të ndjekësh instruksionet, sepse të ndihmon se ku gabon. Dhe mentorët janë personazh që i kanë kaluar edhe ata në lëkurën e tyre. Kështu që jo më kot janë aty, edhe ata kanë potencialet e tyre. Dhe pra është kjo, dhe hapi i fundit është vendosja e kufive. Të mos themi jo, të respektojmë nevojat tona, të mos ta lidhim vlerën tonë me mjedisin e jashtëm, me të tjerët. Çdo gjë që ndodh jashtë, vlera jonë nuk ndryshon. Çka do lloj gjëri që ndodh jashtë, vlera jonë nuk ndryshon. Edhe dikush nëse të thotë kjo bluzë nuk më pëlqen, po kujti dhe ti në formën më të butë, i thua kjo bluzë mua më pëlqen shumë. Dhe unë ndaj e kam veshur. Dhe ti nuk e gjendja jote e brendshme vazhdon ende me kënaqësinë e kësaj bluzës që ti kur e zgjodhe për ta veshur. Më ka ndodhur një gjë me një mikun tim përpara në verë, edhe isha duke bërë një ushtrim, një urë dhe vendosa ta hidhja në Instagram, edhe më thanë që nuk më pëlqen kjo video që ke hedhur ta, sepse nuk qëndron, pra nuk përmbushet, sepse nuk arrit të ngrihem nga ura. Atëherë unë kam qenë gjimnaste që prej 6 vjeç, që në moshën 6 vjeçare, jam shumë falenderuese babit tim që nuk është më që më drejtoj që të jem një gjimnaste profesioniste, sepse jam shumë elastike dhe kam një disiplinë. Dhe kjo më ka ndihmuar për gjithë këtë rrugën e ditës së sotme. Pra fal disiplinës jam këtu ku jam. Dhe unë urën e kam bërë jo vetëm urën dhe shumë ushtrime të tjera. E kam bërë dhe tentova në moshën 42 e gjysmë, tentova ta ribëja edhe një herë urën.
Sigurisht që nuk e arrita, por kjo tregon që unë asnjëherë nuk dorëzohem, e bëra, por nuk u ngrita, pasi e bëra. Dhe thash, kjo nuk tregon asnjëherë që nuk duhet, unë nuk dorëzohem asnjëherë dhe do provoj përsëri. Edhe i them atij me humor, shumë humor, kur ta bësh ti, atëherë do të ta heq unë. Pra, unë nuk u vara, po të kisha qenë vetja e vjetër, ua, sa i shëmtuar, po unë si e hodha, ka të drejtë, çuk e hodha. Por vetja ime, vlera ime tregon që duhet ta hedh këtë video. Kështu që do unë qëndrova me veten time, dëgjova veten time, shpirtin tim të bukur, zemrën time të bukur. Kështu që kjo është. Pra nuk mos lejoni asnjëherë mjedisin e jashtëm, por nuk duhet të zëmërohemi. Ne kam shumë gjana të shokun, atë mikun. E kam shumë gjanë, edhe sa rekujtoj më vjen për të qeshur, them faleminderit se kuptova vlerën time në ato momente. Kështu që kjo është e vërteta. Vlera juaj nuk vjen nga shërbimi që jepni, vlera juaj nuk vjen nga fakti që ekzistoni, energjia fillon të lëviz, fryma bëhet më e lirë dhe ju filloni të ndjeni më shumë fuqi brenda vetes. Sepse në fund, kjo qendër ka të bëjë me një gjë shumë të thjeshtë. Të riktheheni te vetja, të ndjeni fuqinë tuaj dhe të jetoni nga ajo fuqi, jo nga frika. Ju dua shumë dhe ju falenderoj që vendosët ta dëgjoni deri në fund këtë video dhe ju shpresoj t'ju kem ndihmuar.